Një prej sfidave të radhës për këtë vitin 2026 mbetet çështja e antarësimit të SEPA, siç ju edhe ju përmendët, ne kemi kryer gjitha përgatitjet sa përket 3 ligjeve të cilat janë të miratuara nga Kuvendi, por që janë kontestuar në procedurë në gjykatën kushtetuese, të cilat nuk janë shpallur ende, dhe për atë arsye ne kemi mutur të bëjmë aplikimin final për SEPA. Megjithatë ne kemi kryer para aplikimin në dhjetor të vitit 2024 dhe kemi marrë komentet jo formale nga ana e Komisionit Evropian, të cilat edhe kemi adresuar. Ne presim që sapo ligjet të shpallën, të mund të veprojmë matutje me aplikimin përfundimtar, i cili në opsion në rastin optimist, kur ligjet shpallën le të supozojmë në fillim të vitit të ardhshëm, atëherë do të kemi mundësi që të aplikojmë gjatë verës dhe të marrim eventualisht aplikimin ose të marrim aprovimin në fund të vitit 2026. Ky do të ishte, si më thon, rasti i fundit, sepse fatkeqësisht për arsye të pa justifikueshme, do të thonë, këto ligje u futën atë paketën e ligjeve që shkuan në gjykatë kushtetuese dhe përrjedhoi pa mundësuan që ne sot të përfitojmë nga integrimi financiar i sistemit financiar me Bashkimin Evropian, që ishte zona SEPA-s, do të ishim bashkë me Shqipërinë, Malin e Zi dhe shtetet tjera të rajonit tonë. Pra kjo vazhdon me qenë një prej prioriteteve tona, dhe unë dëshiroj të falenderoj gjitha institucionet e Republikës Kosovës që kanë kontribuar dhe kanë mbështetur Bankën Qendrore në përgatitjen e pakës së aplikimit, e cila ka qenë mjaft intensive, një punë shumë profesionale, e cila është mbështetur nga Banka e Botërore gjithashtu. Integrimi në SEPA përveç aspektit financiar, pra fillimisht ka aspekt integrimit me zonën e pagesave të Bashkimit Evropian. Pra kjo është një rast i veçantë kur neve po na mundsohet integrimi në sistemin e BE-s, financiar të BE-s, pa procesin e zgjerimit si proces politik. Pra ky është proces në veti dhe që është një rast shumë i mirë që ne të ndërlidhim sistemet tona të pagesa me Bashkimin Evropian, që është partneri më i madh tregtar i Kosovës, atje ku është diaspora jon, atje ku bizneset tona kanë më shumë të shkëmbime. Kjo do t'i mundson dështëtarëve dhe bizneseve tona që të kryejnë pagesa me kosto shumë të ulët, me shpejtësi shumë të lartë dhe efikasitet, dhe në këtë mënyrë do të mundsonte që përveç kostos pra të ulte edhe kohën. Ju e dini që veçanërisht për bizneset është mjaft e rëndësishme koha e kryesjes një transaksioni. Sot për sot ajo shkon për Swiftit, e merr një kohë që ndonjëherë zgjat deri në 2 ditë, kurse një pagesë e tillë përmes SEPA-s do të kenë shëndodh brenda disa sekondave. Në bazë të një vlerësimi të cilët ne kemi përsëritur e që ka bërë grupi gjerman i ekonomisë, German Economic Team, vlera e përfitimit veç nga komisionet dhe tarifat e transfereve sot do të ishte rreth 55 milionë euro në vit për biznesin dhe ekonominë tonë. Pra, edhe një herë përmendi që është fatkeqësi që humbim këtë mundësi që të ishim antar dhe sot ekonomia jonë të merrte benefite. Është e rëndësishme pra ta kemi parasysh, është e rëndësishme sepse aktiviteti jonë tregtar është me Bashkimin Evropian. Edhe diaspora jonë dhe investimet tona direkte dominohen prej shteteve të BE-s. Kështu që edhe plus duke qenë vend i eurizon, pra vend me euron, kjo paraqet një benefit shumë të madh. Prandaj edhe për neve ka qenë fokus, prioritet, prandaj një kohë rekord që s'ka ndodhur asnjë bankë tjetër qendrore ne kemi arritur që dërgojmë para aplikimin për antarësim. Vlerësimit cilët ju referova që është rreth 55 milion në vit përmban të dy komponentet. Pra edhe përfitimet që është për bizneset dhe përfitimet që është për individët. Ne aktualisht, sipas një studimi të Bankës Botërore që është relativisht i vjetër, qytetarët e Kosovës kanë pagu sa ka qenë mesatarja BE-s rreth 6% shumës transferit si kosto transaksioneve. Kjo pritet të ulet relativisht shumë ose në rreth më pak se 2%. Pra, ndikimi ky 55 milion që do të ishte ndoshta rreth 40% do të ishte një kontribut që do të shkonte në si më thon, në si kursim i qytetarëve me rastin e dërgimit të transferit brenda vendit, edhe pse me kalimin e viteve sistemi financiar dhe instrumentet të cilat janë ka dalë më shumë të digitalizimit edhe me reformat që janë duke ndërmarrë në digitalizim shërbimin financiar, kjo kosto është liruar pra ndër vite. Megjithatë SEPA është pa konkurrueshëm zgjidhje më e mirë dhe po ashtu ne kemi bërë gjitha përgatitjet bashkë me sektorin tonë financiar, sektorin bankar, që kurdo që procesi i antarësimit të finalizohet si proces i pajtimit të kushteve formale dhe ligjore, infrastruktura të jetë e zhvilluar ashtu që sa më shpejt fitojmë përfitimeve. Vendeve tjera kanë dashur rreth 6 muaj nga momenti deri 9 muaj nga momenti kur kanë marrë aprovimin për që janë pranuar në SEPA për me filluar me kry transaksionin e parë. Kurse ne po përpiqemi që të paktën të fitojmë kohë që kur ta ndarsohemi të mos jetë kjo 6 deri 9 muaj koha kur fillojmë të marrim benefitet këtij. Po ky është një proces më i rëndësishëm të mos harrojmë, jo vetëm për aspektin financiar, të kostos dhe të kohës dhe të sigurisë, po edhe pra gjithashtu të integrimit të sistemit ton financiar
me krejt vende e Bashkimit Evropian dhe më gjerë, sepse zona SEPA është më gjerë se kaq, madje edhe me shtetet të cilat Kosova nuk ka, përkatësisht nuk e njohin si shtet. Sistemi joni pagesave është sistem efikas dhe i sigurt. Është një prej objektivave të BÇK-s që të mirëmbajë një sistem të sigurt dhe efikas të pagesave. Megjithatë, reformat e fundit në këtë sistem janë kryer rreth 10 vite që nga tani, pra rreth vitit 2016 kur është implementuar RTGS-i. Nevojat e ekonomisë, koha, digitalizimi kanë kërkuar që sistemi jonë të avansohet. Pra megjithëse kry detyrën, është i aftë shërbej, dobësitë ndoshta kryesore janë se sesionet kur kryen ndërmjet bankave transaksionet ato nuk kryen gjatë ditëve të weekendit ose ditëve të festës, që është një kufizim për ekonominë reale. Prandaj ne kemi aktualisht në proces një që e quajmë në upgrade të sistemit aktual, i cili do të mundsoj më shumë sesione të pagesave, edhe ndoshta eventualisht edhe ndonjë ditë të fundjavës. Dhe kjo është vetëm një fazë drejt kalimit në sistemin e pagesave të shpejta ose që quhet instant payment, i cili do të pritet të finalizohet në fund vitit të ardhshëm, e që është investimi më i madh infrastrukturor që kemi pas, që lidhet me modernizimin, digitalizimin e sistemit pagesave në kohë reale ose instant payment. Ky sistem ka për qëllim që pagesat mes bankave, mes klientëve të bankave të ndryshme të kryejnë kohë reale çdo ditë punën 24/7. Kjo është një angazhim mjaft i madh edhe nga ana jonë, është një investim jo i lehtë për të përballuar, sepse ndryshon komplet procedurën aktuale, e cila shkon prej një kohës, le të themi prej orës 8 deri në ora 3, domethënë s'ka transaksione, kjo bëhet 24 orë dhe çdo ditë të javës, përfshi festat, kërkon edhe punë me orare të zgjatura. Kjo ka më qenë një sfidë për gjithë neve, por në anën tjetër ka më shërbyer ekonomisë që transaksionet mes palëve të kryen çdo kohë. Pra ndryshe është nëse ti paguën sot dhe i merr sot biznesi ndryshe mas 2-3 ditësh. Edhe tjetra çka është në rëndësi është që krahas kësaj ne jemi duke investuar në infrastrukturën përcjellëse të sistemit të pagesave të shpejta, që është QR code, me pagu me QR code, është me telefon, request to pay, disa shërbime tjera që quhen overlay services, shërbime mbështetëse, të cilat kanë me revolucionalizuar edhe digitalizuar plotësisht procesin e pagesave, kanë me kosto shumë më të ulët dhe më të shpejt. Ky investim po zhvillohet nga Banka Qendrore e Italisë, e cila është hera parë që Banka e Italisë zhvillon për sistem për neve, pra për 5 vendet e Ballkanit Perëndimor. Është sistemi i cilin Banka e Italisë ka zhvilluar për shtetet e Bashkimit Evropian, i cili është në përdorim në Bashkimin Evropian. Pra është shumë e rëndësishme për neve që infrastruktura e tillë kritike po zhvillohet për një shtet i mik, që është antar i BE-s, i cili ka zhvilluar sistemet pagesave të BE-s, në një moment kur ne jemi në SEPA, edhe mas disa viteve kur ne integrohemi, ka më qenë mjaft e lehtë për neve që sistemi joni pagesave më integru përfundimisht plotësisht në BE, për shkak se është i njëjta infrastrukturë që ata vetë përdorin, është i njëjti ofruesi shërbime që na ofron edhe neve, edhe sa përket rreziqeve gjeopolitike, sigurisë kibernetike, dhonave, këtyne mbrojtjes dhona personale, këto janë rreziqet që janë të verifikuar paraprakisht ku ne kemi marrë. Prandaj zgjedhja e Bankës Italisë ka qenë një zgjedhje strategjike, e jemi shumë të kënaqur të themi që janë jashtëzakonisht shumë mbështetës. Gjithashtu kjo ka koinciduar me kohën e SEPA-s që përmende. Për SEPA-n harrova ju me ta bëj me thonë që ka edhe 2 grupe teknike, njëri është në nivel të guvernatorëve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, që udhëheq vetë drejtori i digjiniri i BE-s, kurse tjetri është në nivel të teknik që është ku janë zëvendës guvernatorët për operacione dhe drejtorat e pagesave, ku i koordinojnë gjitha çështjet. Pra, për neve si Kosovë, nisja e projektit të pagesave të shpejta, instant payment dhe aplikimi për SEPA kanë qenë, ne kemi bashkuar se janë 2 procese të ndame për të cilat kanë sjellë kontribut real dhe kanë me ndikuar jashtëzakonisht shumë. Edhe qarkullimin monetar brenda vendit kanë me ul pagesat në cash, kanë me rrit likuiditetin në sistem, kanë me ul kostot dhe në këtë mënyrë kanë me dhënë kontribut edhe në luftimin e ekonomisë informale. Por në të vërtetë, krejt reformat tona që jemi duke bërë tash në këtë fushën e pagesave, digitalizimit që e përmendëm, janë në frymën e integrimit drejt BE-s. Pra në fakt edhe vetë aplikimi për SEPA zhvillohet në 2 institucione, më parë është në DigiFizma, e cila është përgjegjës për institucione financiare, edhe në Këshillin e pagesave të Europës, European Payment Council. Të dyat para së gjithash e shikojnë sa është legjislacioni i Kosovës edhe praktikat përputhje me Bashkimin Evropian, praktikat e Bashkimit Evropian. Pra gjitha këto 3 ligje që i përmendet kontestuara tash, edhe gjitha regulativa në 20 rregullore që janë bërë për SEPA-n, mas pari i nështroni procesit verifikimit a jena kompatibil me BE-n dhe nëse po merret aprovimi, që i bën që një proces të integrimit, një farë validimit të procesit të integrimit jemi duke kryer ndamas nga procesi i zgjerimit dhe kjo ka me lehtësuar shumë fazën kur Kosova të jetë antar kandidat të ecë në hapjen e kapitave të tjerë. Pra në një mënyrë vetë integrimin në SEPA
është me na hap derën neve sikur me qenë vendi BE-s në kuptimin e pagesave. Pra si një qytetar kur dërgon para nga Prishtina në Rom, është si me qenë një prej Romës në Berlin. Pra për kuptim, kjo çka kërkon? Kërkon zotimin ton që sa i përket çështjes së shpërlarjes para financimit të terrorizmit, ne të kemi regulativ shumë të fortë që të mos lejojmë në asnjë mënyrë që në financime të parregullta të shfrytëzohet ky kanal dhe të afektohet sistemi i pagesave të BE-s. Prandaj këtu është serioziteti në pyetje dhe është përkushtimi që ne kemi, është mbështetja e aleatëve tonë që do të thonë ne të garantojmë që Banka Qendrore e Kosovës ka dorë e ka kontrollin e duhur dhe që sistemi i pagesave të Kosovës nuk i prezanton kurrë rreziku as në aspektin e sigurisë kibernetike, as në aspektin e shpërlarjes paras, dhe është në të vërtetë ky është një integrim, por një integrim ekonomik dhe financiar në sistemin e BE-s, e cili ashtu është një farë unioni, një farë grumbulli i vetë sisteme financiare të vendeve të BE-s.